Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoalp. Do të vijnë masat ajrore të ftohta me origjinë kontinentale, duke sjellë mot të kthjellët por të ftohtë në të gjithë territorin e vendit. Më të theksuara, kthjellime do të jenë në Bregdet dhe zonat e ulta, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të paraqitet moti në zonat malore, verilindore dhe juglindore. Megjithatë, nuk do të ketë rreshtje shiu. Parashikohet që orët e pasdites dhe në vijim të sillin dobësim të ndjeshëm të vranësirave edhe në zonat malore, duke rikthyer motin e kthjellët. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të lehtë në orët e mëngjesit duke luhatur vlera ditore. Nga -4 gradë Celsius vlera me ulët deri në 16 gradë Celsius vlera më e lartë në rang territori. Era do të fyejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 35 km/orë nga drejtimi verior dhe verilindor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim 3 ballë. Tani do të jemi me motin për nesër në vendin tonë. Pritet largimi gradual i valës së ftohtë me origjinë verilindore, duke risjellë ngrohje graduale të motit në territorin shqiptar. Përrjedhoj, zonat e ulta dhe vija bregdetare do të mbizotrohen nga moti i kthjellët për gjatë gjithë 24 orëshit, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të lehta dhe kalimtare do të vijojë moti në zonat malore të Shqipërisë. Ky stabiliteti i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga -2 gradë Celsius vlera me ulët deri në 18 gradë Celsius vlera më e lartë në rang territori. Era do të fyejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 35 km/orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim 2 ballë. Tani do të jemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoalp, ishujt britanik, rajoni i Baltikut si dhe brigjet verilindore të Europës do të përfshihen nga vranësira të dendura, duke sjellë rreshtje shiu dhe dëbore, por intensiteti i tyre do të jetë i dobët. Po ashtu, Alpet e Europës si dhe zonat përreth tyre do të përfshihen nga rreshtje dëbore dhe ngrica të theksuara, ndërsa pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të mbizotrohet nga masa ajrore të qëndrueshme me origjinë kontinentale, duke sjellë mot të kthjellët dhe relativisht të ftohtë. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Bashkë jemi sërish nesër.